Jo çdo informatë ata të cilën e marrin në internet është e saktë. Mirë po, ajo informatë i shtyn ata që të vinë deri te ordinanca dhe e bëjnë më të lehtë pastaj për të kryer kontrollin dhe për të bërë inspektimet dhe për të diagnostifikuar se çfarë sëmundje ka kariesin apo sëmundje të dhëmbëve. Shëndeti oral tërësisht është i lidhur me shëndetin e tërësishëm, cilësinë e jetës dhe mirëqenien. Sa janë të shpeshta sëmundjet e mishave të dhëmbëve, të gingivave më saktë? Është shumë e shpeshtë tek pacientët për shkak që nga mos dia ata për shembull bëhet grumbullimi i bakterjeve tek mishet e dhëmbëve. Si ndikon edhe anemia në shëndetin oral? Si ndikon ndoshta edhe mirëmbajtja e gojës pikërisht tek anemia? Ato sëmundje janë të ndëlidhura për shkak që është më mirë çdo herë sëmundja është më mirë të parandalohet se sa të shërohet. Andaj duhet që të marrim masa preventive, të bëhet pastrimi i dhëmbëve, kontrollet e shpeshta tek dentisti, siç e dim sheqernat pastaj janë dhe faktorët kryesorë për prishjen e dhëmbës, apo edhe kemi edhe fruta të cilët të përmbajnë sheqerna, është e preferueshme që të pastrohen dhe të flejmë gjumë. A vërini këto ndryshime dhe këto shqetësime në thojza më shumë tek moshat më të reja, sepse mund të jenë ndoshta më të ekspozuar ndaj këtyre faktorëve që përmendëm deri më tani, ose nuk ka dallim grup mosha? Nuk ka dallim grup mosha, mendoj që mbaret prej personit. A mund të vuajnë nga paradontoza edhe ata të cilët nuk i kanë dhëmbët e veta? Sepse mendojnë njerëzit të cilët i kanë të vënduara dhëmbët, mendojnë se janë të mbrojtura nga të gjitha gjendjet patologjike që lidhen me shëndetin e dhëmbëve.